në këtë rast agresiviteti i tyre impulsiv është injektuar o nga familja o nga elita politike. A mësojnë kështu, a ka risk, profesor, që të rinjt, adoleshentët të mësohen që dhuna është gjua e komunikimit, pavarësisht se ai është kundërshtar politik, jetë vetëm kjo mënyrë, dhuna? Po patjetër, dhe ne kemi 35 vjet që kemi një politik të ashpër, një politik me gjuhë të drunjt, një politik që përdor të gjitha mjetet, vetëm mjetet politike i përdor në mënyrë të kursyer, kurse mjetet e tjera dhe ç'është e vërteta, pikërisht ky neurotizmi, këto grindjet, kjo dhunë, ky maskilizëm që ushtrohet në aulën kryesore të edhe gjuha në parlament, zyrtare, edhe kudo tjetër në protesta, po. Të gjitha këto injektohen në shoqëri. Dhe po të vini re, shikoni, hajde të shkojmë nëpër lokale ose në ambiente të tjera dhe njerëzit grinden pikërisht për atë që ka ndodhur vjen në parlament. Dhe të palët, ajo dikotomia, ndarja e palëve kundërshtare, ndihet pastaj në konflikte dhe në kafene, po keni parasysh që ata deputetët pasi bëjnë teatr, sepse një pjesë e madhe ajo është teatrokraci, është një pushtet i teatrit që e luajnë politikanët. Po të vini këtu në ambientet empirike të jetës së përditshme do shikoni që ato marrin forma të dhunës së vërtet, të grindjeve, të vrasjeve, të krimeve. Kështu që unë mendoj që politika, edhe pse përveç përgjegjësisë së drejt për drejt, dhe në këtë rast që po diskutojmë ne, absolutisht përgjegjësia është e drejt për drejt. Dhe unë mendoj që prokuroria, në vend që të interesohet vetëm për ata shkeljet e tjera që janë të natyrshme, të gjykojna, shpune e organeve të drejtësisë, gjë e parë që duhet ishte marrë dhe që duhet të merret dhe që ka gabim që smerret, dhe është përgjegjësia demokratare që smerret është kush i implikon fëmijët dhe adoleshentët në veprimtari militanteske dhe kriminale. Kush dhe të gjendet ai që është duhet mbajtur përgjegjës. Absolutisht, mbaj përgjegjës. Kurse fëmijët të lëshohen nga burgu, absolutisht, të lëshohen nga qoftë nga penaliteti shoqërimi para burgimi, po. Absolutisht. Nuk janë ata fajtorë. Ata janë viktima. Profesor, si mundet që politikën të rinjt ta shohin si shpresë, si shembull dhe jo si një lojë të pisë që ajo bën, qoftë edhe me këto që ju rreshtuat, apo qoftë edhe nga gjua që përdorin kundër njëri tjetrit? Po ju e dini që një nga shkaqet kryesore pse po vazhdojnë të rinjt të emigrojnë, të largohen nga Shqipëria, është e lidhur absolutisht me cilësinë e politikës në këtë vend, me cilësinë e reformave që bën klasa politike në këtë vend. Absolutisht. Një pjesë e madhe të rinjve kanë akoma nuanca të dëshpërimit, kanë anse, pasiguri, janë të ndodhur në presionet e këtyre formave të alambikuara të nepotizmit, të militantizmit, të krajinarizmit, të fakti që sistemi vlerave dhe i meritës akoma është i lëkundur në shoqërinë shqiptare, fakti që duhet të kesh patentën e militantit që të sigurosh një vend pune, edhe pse diçka ka ndryshuar, përsëri kjo nuk është në nivelin e duhur. Pra deprimim që në nisje. Absolutisht. Që unë mendoj që ka disa gjëra që duhet rregullohen urgjentisht nëse duam ti motivojmë të rinjt që të qëndrojnë në këtë vend dhe të mos ikin. Sepse në fundit manjeti i perëndimit i shkollës, i shërbimeve sociale, i karrierës, i suksesit, i famës, i paras, andaj është më i konsoliduar tek ne janë në gjendje të tronditur dhe kjo të rinjt e kanë busullën dhe indikatorët i kanë shumë të hollë për të kuptuar ritmet e ndryshimit, perspektivën e ndryshimit dhe sa kjo perspektivë është kompatibile me moshën e tyre. E kuptoj, por a ka ndoshta, duke i marrë të gjitha si një shumatore këto që thoni ju, profesor, a ka një përgjigje ndoshta rinia për këtë politikë që është sot duke mbushur moshën 18 vjeç dhe duke mos ju drejtuar atë, duke që janë më indiferentët nga vota. Pra, kujtoj brezin tim, të paktën kur ishim në gjimnaz dhe mezi pristim që të bënim moshën 18 vjeç për të pasur atë kënaqësinë e drejtën e fituar për të votuar. Sot duket një indiferentizëm. A është kjo një përgjigje që vetë rinia jep po kësaj klase politike që kemi, duke mos i shkuar në votime? Reagimi të rinjve duhet parë në dy drejtime. Pari njerë duhet parë shkaku që pse të rinjt mbajnë të qëndrim ndaj politikës. Në fakt, gjenerata Z, që është mosha deri 28 vjeçë, duhet ishte jashtëzakonisht e interesuar për politikën, jo vetëm si të tillë, po edhe për karrierën politike dhe për kontributet politike. Është mosha më vitale, është mosha ku duhet të jetë e përfituar nga politika. Por, në kushtet kur politika shqiptare është e korrapsuar,
kur qarkullimi i elitave po thuaj nuk bëhet ose bëhet në mënyrë të jadal. Kur përzgjedhja e aktorëve kryesorë të politikës dhe niveleve të tjera të politikës është në duart të një njeriu, të krerëve kryesor të partive politike, pra do të thotë që nuk funksionon gara, nuk funksionon rivaliteti, nuk funksionon konkurenca, nuk funksionon sistemi meritës dhe i vlerave. E kjo është një helm i madh të cilët të rinjtë sot e shpreh së pari me një lloj indiferentizmi, me një lloj bojkotimi të zgjedhjeve, dhe fakti që të rinjtë nuk marrin pjesë në zgjedhje, dhe fakti që 90% të moshuarve, 95% të moshuarve janë blënda kryesore elektorale në zgjedhjet në Shqipëri, dhe që ata janë që vendosin në një farë mënyrë, nuk kam asgjë, të moshuarit kanë të drejtën e tyre, janë qytetarë të këtij vendi, kanë të drejtën të votojnë, janë integralisht brenda të lirive dhe të drejtave të tyre, por fakti që të moshuarit janë aktiv politikisht, ndërsa të rinj janë indiferent, kjo tregon që ka diçka që nuk shkon në këtë realitetin tonë social dhe politik. Faleminderit profesor për gjitha mendimet që ndam së bashku, ishte kënaqësi. Faleminderit Marcela, punë të mbarë juve. Faleminderit. Nga Marcela Karapança. Mirupafshim.